Vučić betohet se si shkon mendja te njohja e Kosovës. Ish diplomati zbulon planin amerikan. Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, ka reaguar me nervozizëm nga Kazakistani ndaj zërave se në Washington po përgatitet njohja e Kosovës. Duke ju përgjigjur pretendimeve të ish diplomatit serb Nebojša Vujović, Vučić deklaroi prerë: "Nuk më shkon mendja të pranoj çfarëdo lloj njohjeje të Kosovës. Kosova është Serbi, ka qenë dhe do të jetë." Vučić e sulmoi personalisht Vujovićin, duke e cuajtur dikë që do ta shiste territorin për një shishe. Dhe këmbënguli se takimi i ministrit të tij të jashtëm, Marko Đurić, me sekretarin e shtetit, Marko Rubio, ishte thjesht një bisedë e mirë dhe e rastësishme. Por, versioni i Vujovićit është krejtësisht i ndryshëm dhe alarmues për Beogradin. Sipas tij, Đurić është thirrur në Washington për të marrë një marrëveshje të fshehtë dhe detyruese nga administrata Trump. Rubio, në emër të presidentit Trump, e ka njoftuar me një marrëveshje për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Tha Vujović, duke shtuar se Vučić është gati ta bëjë këtë për të shpëtuar nga sanksionet amerikane dhe për të ruajtur pushtetin.